Po, do me thonë plumi është diçka ma e madhe, kështu që edhe këto edhe me ndodhë, uroj mos ndodhë, po edhe me ndodhë, tash është diçka krejt normale, duhet mu pajtu me vazhdu jetën edhe në rregull jemi. Jo fort normale nuk është, se humbja e secilit partner kushton shumë emocionalisht. Po, normal ajo, janë ato kohë, do të thotë derisa ta merr zhvetën edhe ta të shërohesh, thonë deri në 7 vite zgjat shpirtërisht që të shërohesh, por të shohim çka sjell jeta. Unë pëlqen ky termi 50-50, të drejtat e barabarta. Jo, mendova që e të folë për një fenomen që e kajnë në Evropë, edhe njerëzit që janë martesat gjata, e kajnë një farë marrëveshje të heshtun, që kur t'i bojnë 50 vjetë, kohërisht 50 vjetë, moshën 50 vjeçare, nuk i japim përgjithësi njëni tjetrit, po e bojnë jetën e lirë, që greku, që urna. Jo, shumë e bukur ajo grek. Ja, i zotin. Ajo shumë e bukur. S'munat veç do sen që ndodhë në Evropë me përqafu. Po qanina po shkon o grek? Une nuk po thom që duna na mi përqafu, unë po kalzoj që... Qanina po shkon thot kë. Apo kupton, në momentit që po thojna që shkojna qaninas, do me thonë që qatë kanë ata do të në pa tjetër me përqafu. Jo, po me nëjtë për jetëzatësin e lidhjes, a do të kishte qenë benefit. Dëgjam, për para, grek, me majtë logari bankare gruja, për para konë smungje, do më thonë konë jënë friksu mashkojt, sot gruja ka logari bankare. Për para, me pas pronë për bashkë me gru, ka qenë vdekje, sot kikë pronë për bashkë me gru. Nuk rasu? Po, du më thonë një shkam. Për para, me shku gruja nërën 12 natës në punë, me tardë në 6 mëngjes, loj adresime, sot është krejt gjë normale, sepse jemi fix, sepse kemi shku një hap drejt Evropës. Edhe pra asi, kurone po jetoj që tha Antigona kur i bëj 50 vjetë, po kurone nuk e kom besimin, mas 30 vjetë të gruja jeme, mi thonë gru, shka, e hajda, anena, unë s'kom besimo të vetja e jeme. Unë s'po thëmë që s'jon kona, ato që i thënë, ta është që normale. Thash, edhe ma është do sen që është në Evropë, do të pa tjetër me përqafu. Këto janë gjona që e ndërtojnë familjen, e mbajnë familjen këto që i cekë ti. Po jo, shemull, kur t'i bujnë atë 50 vjetë, ti thej qafën dil ka dush, unë e thej qafën dal ka dush, edhe me një kollëm... Këtë, mirë që po dalim, po pse me thuj qafën? Po të qafë të bjenë. Edhe tani, kur t'vina në shpi, hajde... Përshafuhë ma, pa ja, bran të egon, s'na shkan kjo. Na shkan. Jo, valoj, s'na shkan. Unë nuk e marrë me mendimin e keq. Jo, mendim shumë i keq, valoj. Nuk e marrë me mendimin e keq, ose një gru, kur i bën 25 vjetë bashkëjetes, po të marrë shamë në falju, lume, po kur i bën 25 vjetë, qa ka burri lumës me vetë lumën sot, ku je me kon je, ku shkove? Po pra, kur i ka 25 vjetë, marrë harova me cek se sa ma shumë që shkon lidhje, do më thonë vite që bëhen, besimi krijohet. Si që cekët që thatë njëri... Kur rritet besimi, këta po thojnë që hub dashnia. Unë jam të pytë, nëse na 25 vjetë na ka vyt me njof një njeri, se thojnë pa hangër një thes kryp nuk e nje. Ashtu është. Dhe me thonë, a i thesi krypës mas 20 vjetëve o hangër, edhe të shti e njehat njeri. Edhe tash po thu